që unë nuk e besoj që asnjë vend Amerikën Latine, ndofta pak Brazili mund të rezistojë një sulmi, qoftë të zgjatur të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kjo është një debat tjetër. Sa i përket burimeve natyrore, është e vërtetë që Venezuela është një nga vendet, ndofta vendi më i rëndësishëm për nga kapaciteti i rezervave të naftës në botë, por problemi qëndron ke ajo që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë prezent. Unë nuk besoj që të jetë vetëm ky problemi, vetëm çështja e naftës, ka diçka ndofta që lidhet edhe me politikën e jashtme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila do të ruaj apo ta konsolidoj prezencën e saj në një zonë që e ka quajtur historikisht të influencës në Amerikën Latine. Dy regjime pengojnë këtë aspirat amerikane, regjimi kubanez i cili është periferik dhe regjimi venezuelan. Mos harrojmë që Venezuela dha një lloj shembulli për Amerikën Latine, dha një lloj shembulli për shumë lider të qendrës majt për një lloj rruge të ashtu quajtur socialiste, apo të një lloj recete socioekonomike e cila ngjante shumë me premtime edhe të kahershme të revolucionare në Amerikën Latine. Maduro nuk është se këto premtime u përmbushën, përkundër Venezuela kaloi në një krizë dhe është akoma në një krizë të qëndrueshme ekonomike, me inflacion, me varfëri. Është një vendet më të varfër në Amerikën Latine. Ndofta kësaj radhe Trump heq këtë lloj rreziku, të cilën nuk do ta quaja shumë të rëndësishëm, dhe i hap rrugë një riafirmimi të hegemonisë amerikane, sepse nëse është rrëzuar Maduro, do të zëvendësohet dhe një regjim tjetër. Dhe kjo është një lojë që me cilën ne jemi familjar, nuk është lojë e re. Ne kemi parë në ndër vite ose edhe historikisht është e provuar. Të paktën në Amerikën Latine kështu ka ndodhur që nga fillimi i shekullit kaluar, regjimet ndryshme o janë mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ose janë zëvendësuar dhe kanë ardhur në pushtet me ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës në varësi të interesave gjeopolitik, interesave të natyrës ideologjike gjatë luftës së thotë e kështu me radhë. Ndërkohë, opozita venezueliane thotë se nuk ka asnjë koment zyrtar në lidhje me situatën aktuale në vend. Në këtë moment nuk ka asnjë deklaratë zyrtare në lidhje me gjërat e raportuar në Venezuelë. Çdo informacion i konfirmuar do shpërndahet në kohën e duhur përmes kanaleve zyrtare, thuhet një deklaratë të shkurtër nga opozita venezueliane. Si e sheh këtë reagim, profesor? Ky është një reagim shumë interesant, pasi ndofta na tregon që sipërmarrja është vetëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka pasur asnjë lloj koordinimi me opozitën, edhe pse opozita është ndihmuar. Fakti që mos gaboj kryetari i opozitës venezuelane mori dhe Nobelin e paqes, më duket diçka e tillë, e mund ta konfirmoj këtë që ka një lloj tentative të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të pasur një kontroll mbi opozitën, po ndërkohë kjo deklaratë na tregon që edhe opozita venezuelane është larg ose nuk është e përfshirë në këtë çështje, pavarësisht të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vite që mbështesin opozitën venezuelane në shumë nga zgjedhjet që janë bërë, sepse mos harrojmë thimi që pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet në Venezuela, zgjedhjet bëhen. Nuk janë të lira, po bëhen. Okej, ndërkohë do kemi besoj edhe për pak një video nga ministri i mbrojtjes besoj ta kem shumë atë video, shpresoj shumë ta kem videon e Vladimir Padrinos, ministrit mbrojtjes. Faleminderit. Videon e ministrit të mbrojtjes, jo videon e sulmeve. Faleminderit. Ministri i mbrojtjes është një person i veshur ushtarakisht, i them regjis, sepse ka shumë video që janë në këtë moment, është një person me veshje ushtarake që duke dhënë një konferencë për mediat. Faleminderit shumë. Ka thënë Vladimir Padrino që Venezuela do t'i bëjë rezistencë trupave amerikane. Ministri i mbrojtjes. Normalisht i ministri mbrojtje deklarata që duhet t'japë është kjo, por problemi është sa e ka kapacitetin ushtria për t'i bërë ballë një sulmi të tillë, sa e ka edhe dëshirën. Shpeshherë ushtrit, siç do ta theksova thimi në vendet e Amerikës Latine kanë qenë më tepër për konsum të brendshëm se sa të jashtëm, sepse edhe luftrat mes vendeve të Amerikës Latine kanë mbaruar diku nga vitet 30, nuk ka pas më konflikte të qëndrueshme ushtarake.
Edhe për këtë arsye gjithë aparati ushtarak është përdorur më tepër për konsum të brendshëm. Të paktën në kulmin e luftës ftohtë me vendosjen e shumë regjimeve ushtarake në Amerikën Latine. Sot që flasim, unë nuk besoj që ka pasur një lloj përmirësimi cilësor të ushtrisë. Unë kam tentuar të shoh ndër vite investimet që kanë bërë vendet të Amerikës Latine në aparatin ushtarak dhe përveç Brazilit, i cili mundet që të renditet si një prej vendeve. Deklarata është në spanjisht, besoj do kemi mundësi ta përkthejmë plotën më pas, por këtu është ministri i mbrojtjes të Venezuelës, i cili ka thënë që do t'i bëjmë rezistencë trupave amerikanë. Në rast se nuk kanë arritë sigurojnë as presidentin e Kolumbisë, unë e shoh presidentin e Venezuelës, presidentin e vendit, e shoh si të vështirë që të ketë një lloj rezistence të fortë. Ndofta nuk i dihet rezistenca kur Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmuan Irakun, filloi mbas marrjes Bagdadit, dhe që një rezistencë relativisht e fortë, e cila më pas çoi edhe në reduktimin e prezencës amerikane në vend. Shpresoj të mos jetë ky rasti, por për momentin në cilin flasim, meqense as presidenti i Venezuelës nuk duket në deklarimet e tij zyrtare, atëherë mundet që të konfirmohet ajo që thot Trumpi. Edhe ndoshta operacioni mund të mbyllet me kaq, por pastaj efektet do t'i shohim më vonë se cilat do të ketë qenë rezultatet efektive në vend. Ajo që mund të shohim pas ndofta disa ditësh në rast se konfirmohet arrestimi, kidnapimi i presidentit Republikës, duhet shohim nëse gjendja në terren ndryshon, nëse ka protesta popullore, nëse regjimi implodon apo shkërmoqet nga brenda, që do të mund t'i hapte rrugë pastaj një lloj tranzicioni drejt një orientimi, ndofta jo të ri politik, por të paktën një lloj orientimi më të barabartë në raport me zgjedhjet apo me një situatë tjetër pa Maduro. Ndërkohë, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Christopher Landau ka deklaruar, duke ripostuar Twitterin, në Twitter, deklaratën e Donald Trump, ka thënë që Maduro do të përballet me drejtësinë për krimet e tij. Një koment i fundit, profesor, se di që keni angazhime dhe do i lë të lirë pas këtij komenti. Mos gaboj, Noriega u dënua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë nuk do të doja që të ndodhte edhe me Maduron, sepse do të ishte një thyrje e rëndësishme e të drejtës ndërkombëtare. Në rast se do të përballet Maduro me krimet e tij, atëherë kjo do të ndodhi në Venezuela siç ndodhi me Saddam Husseini, dhe besoj se kështu do të veprohet, por do të shohim të ndryshimin e regjimit nëse do të ndodhë. Unë besoj që në ditët në vijim, nëse konfirmohet ky lajm, atëherë ne do ta monitorojmë, situata do të monitorohet, por do të ketë një lloj ndryshimi